Ambasada amerikane në Tiranë ka dërguar një tjetër mesazh të qartë qeverisë që të bëjë kujdes me kompanitë e huaja që investojnë në vend. Shumë koncesione i kanë marrë kompani kineze dhe nga shtete të tjera, të cilat shihen si jo miqësore nga amerikanët. Pak ditë më parë, dërguara e SBA-ve Nancy Van Horn pati një takim me ministren Delina Ibrahimaj, ku u bë me dije se SBA do të shtojnë kontrollet mbi koncesionet në vend, por edhe investimet e huaja në përgjithësi. Në një reagim për Top Channel, ambasada amerikane sqaron se mekanizmi për shqyrtimin e investimeve është një praktikë juridike që duket se pastron kërkesat e dëmshme për investime, duke dashur të mbrojë sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Një mekanizëm për shqyrtimin e investimeve është një mjet ligjor që u lejon qeverive të shqyrtojnë investimet e huaja për të siguruar që ato nuk paraqesin rreziqe për sigurinë kombëtare. Një mekanizëm i tillë do të mbronte sektorët kritik të Shqipërisë nga aktorë keqdashës dhe do të mbështeste një mjedis investimesh të hapur dhe transparent, që është i drejtë dhe i parashikueshëm për kompanitë amerikane dhe të tjerë, duke forcuar rolin e Shqipërisë si një partner i besuar në ekonominë globale, njofton ambasada, por duket se amerikanët po i vënë kufirin të thana Edi Ramës sa i takon investimeve kineze, por edhe atyre ruse. Aktualisht nuk ka asnjë kompani ruse në vendin ton, por nuk përjashtohen mundësitë që kapitalet ruse të jenë pjesë e fshet brenda kompanive të huaja offshore legale si One Albania, Raiffeisen Bank e të tjerë. Ndërsa kompania kineze me biznes legal në Shqipëri është Bankers, futur në sektorin dominues të nxjerrjes dhe eksportit të naftës më 31 maj 2016, kur kinezët e blen këtë kompani. SBA e ka skeduar kryeministrin Edi Rama kur bëri pazarin me kinezët për implementimin në Shqipëri të rrjetit 5G dhe financimin e ekspozitës së pikturës në Hong Kong nga kompania kineze CFC, të cilës i ka dhënë PPP naftë, gazi, energjie, ku drejtor është këshilltari i tij Dorian Duçka. SBA ka skeduar faktin që Edi Rama miratoi PPP me afat 10 vite për mbledhjen e detyrimeve tatimore me fitim 100 milion euro, të cilën ja dha kompanisë kineze më Post Limited në ortakëri me Olsi Ramën dhe Endri Meksin, por anulloi pasi SBA i tërhoqi veshin. SBA-t kanë skeduar rastin kur Edi Rama miratoi ndërtimin e një parku energjetik mbi 500 hektar tokë pronë shtetit në Spital, duke lidhur kontratë me kompaninë mafioze kineze Zhejiang Haiteng Investment, madje dërgoi Olsi Ramën paraprakisht në Kinë për të mbyllur pazarin. SBA ka skeduar edhe faktin që gjatë pandemisë COVID-19 Edi Rama bëri pazare dhe mori ilegalisht vaksinat kineze Sinovac, por edhe vaksinat ruse nëpërmjet Emirateve të Bashkuara, duke qenë vetëm një vend antar i NATO-s që lidhi kontrata me kompanitë ruso-kineze.